thot pull, mirë po pull mediterane, që do të përmbaj shumë perime, ku do të ketë qep, hudër, spec të kuq, spec të verdh, pak kungullesh, pak patlıcan dhe pak domate qërshi dhe pak kapër, do me thonë të gjitha produktet, ashtu si që ushqehet me zdheu, kjo recetë do t'jetë. Atëherë në fillim, gjoksin e pulës e marr e ndaj në katrore të vogla, e marinoj me vaj ulliri, kryp piper, asgjë tjetër, sepse du që të dominoj pak më tepër shija e perimeve. I skuqi në enë bashkë me perimet të tjera. Dhe me thonë, perimet arrin të bëjnë atë skuqjen e domosdoshme për të liru shije, dhe në anën tjetër mishi do t'jetë gati. Shkojmë. Për afërsisht, kështu do t'a pres në këto katroret. Kjo do t'jetë rreth 1 centimetër e gjysmë kub. Kjo është më tepër për kohën e gatimit që duhet. Rregull. Shkoj me kripën, vaj ulliri, kripën, përzijem mirë dhe le të pushojmë 20 minuta. Atëherë vazhdojmë me skuqjen e mishit. Shkojmë në skuqje, kjo nuk është në skarë, mirë po zgarën po e përdori kështu, si shporet. Jemi në kushte pak më jo të zakonshme, jemi në gjumë. Po vazhdojmë me perimet. Speci. Specin e kuq, specin e verdh. Pres në pjesë të vogla. Vazhdoj me një qep. Hudhër pak më shumë. Ja dhe të gjitha perimet i kam gati, vetëm edhe domate qërshi, mirë po domatet qërshi kështu si që janë. Nuk do t'i ndaj. Dhe presim derisa mishi të jetë i gatuar diku 50%, mjafton të izolohet në të dy anët dhe pastaj ja shtoj perimet. Dhe kaprin, kur bëhet fjalë për recetat mediterane, kapri përshtatet shumë. Disa kokra. Mishi është gati, është izolu, e tash do t'ja shtoj perimet. Përzi mirë e mirë.
Do më thonë mishin vetëm sa e izoloni dhe në tava. E tash këto do të shkojnë në furr. Kështu si që. Tavat janë gati miq, shkojmë, shohim se shikoni çfarë pamje kanë marrë. Lagështin nga perimet e kanë liruar vetë. Qofse shifni që ju kanë tharë, mund t'i shtoni një pikë ujë, mirë po mos e teprani. Aroma shumë e lezetshme. I servoni në tava individuale nga një si unë, ose edhe në tepsi të madhe. Me rëndësi është që mishi të izolohet fillimisht dhe pastaj pjekja bëhet bashkë me perimet për jo më tepër se 20 minuta. Vetëm pak majdanos sipër dhe gjithçka përfundoj. Ishte sot kjo receta mediterane e pulës, do të takohemi nesër me një recetë të re këtu pranë lumit Buna në Ulqen. Miru takofshim!